Hoxh Ismaili, mund të pranohet barazia gjinore në të gjitha aspektet? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi, ma ba'd, falënderimi takon Allahut të lartësuar. Bekimet, lavdrimet dhe paqja qofshin mbi njeriu më të mirë, të dërguarin ton Muhammedin, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët ecin në rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam në një hadith e ka bërë të ditur që burrat dhe gratë kanë në ngjashmëri në shumë aspekte, duke thënë innama an-nisa'u shaqa'iqu ar-rijal. Por nuk mund të pranohet që meshkujt dhe femrat janë të barabartë në të gjithë aspektet. Pasi Allahu i lartësuar thotë në Kur'an: "Wa laysa adh-dhakaru kal-untha." Mashkulli nuk është si femra. Atëherë, si mashkulli dhe femra janë njerëz, janë krijesa të Allahut të lartësuar, kanë përgjegjësi para Allahut të lartësuar, secilit i takon që të arrijë të drejtën e vet, si burrat edhe gratë presin shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala për veprat e mira në dynjë dhe në ahiret. Pra në këto aspekte dhe në shumë të tjera janë të barabartë. Gjithashtu ka si burri dhe gruaja kanë të drejtën e pronësisë, të drejtën e fitimit. Kështu që në këtë aspekt gjithashtu janë barabartë, por ka aspekte ku mashkulli ndryshon nga femra. Kjo është jo vetëm një çështje fetare, por është edhe logjike. E përmenda pak më përpara ajetin e Kur'anit që mashkulli nuk është si femra. Mashkulli ka aftësi të kryejë disa punë që nuk i kryen dot femra. Burrat kanë, domethënë, kryesisht kanë fuqi fizike më shumë se sa gratë dhe arrin të kryejnë punë që si kryejnë dot gratë. Gratë kryejnë disa procese biologjike të cilët nuk i kanë burrat. Pra çështja e shtatzanisë, lindjes, çështja që Allahu i lartësuar e ka dhënë vetëm femrës. Nuk e ka këtë gjë mashkulli. Femra ka dhe ciklin mujor, ka dhe ndjeshmëritë e saj, po cikli mujor shoqërohet me problematikat e tij. Kështu që pa diskutim ka dhe aspekte fiziologjike, ka dhe çështje biologjike ku femra ndryshon nga mashkulli. Kjo është natyra e krijimit që Allahu i lartësuar i ka dhënë si mashkullit dhe femrës. Po edhe duke parë kapacitetin intelektual. Është vërtet që ka femra që kanë kapacitet. Ka femra që janë bërë dietare, siç ka qenë nëna e besimtarëve Aisha radhiyallahu anha. Ka femra që spikasin me zgjuarsinë e tyre, ka femra që janë shumë më të zgjuara se shumë meshkuj. Dhe si femra dhe mashkulli mund të marrin dituri, mund të bëhen të ditur. Madje feja islame ka nxitur si mashkullin dhe femrën që të marrin dituri. Por kryesisht zbulimet shkencore i kanë bërë burrat. Kjo është e vërtetë. Që do thotë se në të shumtën e rastet, domethënë përgjithsisht burrat kanë një kapacitet më të gjerë intelektual. Ndonë se ka dhe femra intelektuale, ka dhe femra të ditura, ka dhe femra me kapacitet të gjerë. Nuk e mohoj këtë pjesë, e përmend edhe pak më përpara. Por kryesisht zbulimet janë bërë nga ana e burrave. Po të shohë zbulimet me ndikim të madh në historinë e njerëzimit,
zbulimet shkencore, pra prodhime të mëdha dhe të rëndësishme, përkasjen burrave. Dhe gjithashtu edhe në shohim edhe aspektin e dijes fetare, fetvave, zgjedhjen e zgjidhjeve për çështje, do të konstatojmë që kryesisht spikasin burrat, ndonse ka pas edhe gra që kanë dhënë fetva, që kanë kontribuar me dijen e tyre, siç kanë qenë disa nga nënat e besimtarëve si Aisha radhiyallahu anha, disa gra në kohën e profetit. Por dhe ndërshekuj dhe ka dhe në kohën tonë gra që janë dietare. Po fola domethënë përgjithsisht. Madje ka edhe në radhët e jo muslimanëve që e pranojnë se ka diferencë mes burrit dhe gruas në shumë aspekte. Procese biologjike, fuqi fizike, femra ka nevojë për mbështetje, femra është më e ndjeshme. Kështu që është gabim dhe shtrembrim pretendimi se mashkull dhe femra janë barabartë në të gjitha aspektet. Kështu që ky sistem që ngre me të madhet barazinë gjinore, kjo teori që ngrihet me të madhe, stimulohet dhe bëhet përpjekje e madhe për mbështetjen dhe përhapjen e saj, në fakt në thelb është e shtrembër, sepse kërkon që në gjitha aspektet të trajtohet mashkulli si femra. Ne pranojmë si parim absolut drejtësinë, secilit marr të drejtën e vet, si mashkull dhe femra. Burrit i takojnë të drejtat e tij dhe gruas i takojnë të drejtat e saj. Burrat kanë detyra në familje, po edhe në shoqëri, por edhe gratë kanë detyrat e tyre në familje dhe në shoqëri. Kështu që si parim absolut duhet pranohet drejtësia. Allahu i lartësuar ka zbritur librin me rregullat, me ligjet, me normat, por ka zbritur dhe drejtësinë, edhe ligjet e drejtësisë, siç e ka përmendur në Kur'an, po anzalna al-kitabe laqad arsalna rusulana bil bayyinati. Allahu subhanahu wa taala ka përmendur në Kur'an që i ka dërguar me argumente të qarta. Wa anzal al-kitaba wal mizan, dhe ka zbritur librin me ligjet edhe drejtësinë, që vendoset drejtësia, secilit marr drejtën e vet, secili hakun e vet. Kështu që ne pranojmë drejtësinë si parim absolut. Nëse do të trajtohen të gjitha aspektet mashkull dhe femra të barabartë, kjo do të ishte dëmshme për gruan, do të ishte dëmshme dhe për burrin. Se nuk do të kishte një të parë të familjes, gruaja nuk do të kishte një shtyllë ku të mbështetet. Gruaja, domethënë, nga që është e ndjeshme, është delikate në karakterin e saj, ka nevojë për mbështetje. Burri është mbështetje, burri në familje është mbështetje për gruan. Po gruaja është prehje dhe qetësi për burrin, për që kompletojnë njëri tjetrin, përsosin njëri tjetrin. Nëse do të konsideroheshin të barabartë, atëherë nuk do shihej burri si shtyllë për gruan. Domethënë, po shohim domethënë edhe formimin, natyrën që ka burri, karakterin që ka burri, është shtyllë për gruan. E gruaja gjen mbështetje tek burri, mbështetje financiare, mbështetje domethënë morale, mbështetje emocionale, është shtylla për drejtimin e familjes. Kështu që nëse femrat do të pranojnë idenë e barazisë gjinore, ato do ta vuajnë vetë, ato do të dëmtohen vetë, sepse familja nuk do të ketë një shtyllë. Dhe burrat nuk do të jenë mbështetje për gratë, po do dëmtohen edhe burrat, sepse burri ka nevojë për femrën, për mëshirën e saj, për qetësinë, për ndjeshmërinë e saj. Nëse do të pranojmë konceptin e barazisë gjinore, atëherë femra do të zhvishet nga natyra e saj, që është emocionale, është e ndjeshme, ushqen dhe kultivon mëshirë, dhe kështu ndërtohet familja, kështu ndërthuren çështjet në familje.